I akuzuri ka drejtje më e mirë, është fajtor, për shkak të veprës penale panusje, andaj gjykata bazuar në dispozitat e kodit penal dhe të kodit të procedurës penale i shqiptar. Dënimi me burgim të zgjatë për 6 muajve, organ themelor në Prishtinë, departamenti special, subsekretari i Dr. Arman Beqiri, me zyrtari ligjor Edmir Rashiti, dhe dënon ndaj akuzurit ka drejtje më e mirë, për shkak të veprës penale panusje nga 181 paragrafi 3 në paragrafin e të kodit penal periodikës së Kosovës, sipas akuzës së prokurisë speciale të datës 13/8/2026, pas mbajtjes së seancës dëgjimore së me datën 21/08/2026, në praninë e prokurorit special Mekim Kodraliu, mbrojtës të avokatit Elinor Arifi dhe të akuzurit ka drejtje më e mirë në seancë të hapur dhe publike në emër të kohës të shpallë të gjykim. I akuzuri ka drejtje më e mirë, është fajtor, për shkak të veprës penale panusje, andaj gjykata bazuar në dispozitat e kodit penal dhe të kodit të procedurës penale i shqiptar. Dënimi me burgim të zgjatë për 6 muajve, i cili dënim do të ekzekutohet në fat për 30 ditëve nga dita e plotësishmërisë së këtij gjykimi. Pala e dëmtuar atë kurti, lidhur me kërkesën pasurore juridike uzuar në kontest të rregullit civil. Urdhërohet i akuzuarit të paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës. Në emër të shkollës gjyqësore paguajë shumën për 200 euro, nësa në emër të tokësve të kompenzimit dhe këtimit shumën për 100 euro. Gjithashtu në fat për 30 ditë nga dita e plotësishmërisë së këtij gjykimi. Nëse konstatohet se ka pasur shpenzime të tjera, gjykata do të vendosë paguajtjen të veçantë. Ky është vendimi i gjykatës. Edhe më tutje njoftohet i akuzurit se ka për obligim tani të gjykatën nëse në matresën e banimet. Ditën e